Rreth 80 milion lekë të reja apo për afërsisht 1 milion euro ka paguar Bashkia e Tiranës për depozitimin e mbetjeve në inceneratorin inekzistent në Fsharr. Nga të dhënat e thesarit rezulton se 4 ditë më parë, më 13 maj, Anuel Aristani ka firmosur rreth 1 milion euro pagesa për djegësin fantazm të Tiranës. Pagesat janë kryer për depozitimin e mbetjeve në landfill për muajin mars të vitit 2026. Pagesa prej rreth 1 milion eurosh për muajin mars pason 2 pagesa të tjera që Bashkia e Tiranës ka kryer në muajin prill dhe me vlerë totale prej 1.5 milion eurosh për djegësin fantazm të kryeqytetit. Ndonse kompania Integrated Energy vijon të jetë nën sekuestro nga SPAK, Bashkia e Kryeqytetit kryen pagesat për llogaritë të kësaj shoqërie në vlerën e 29 euro për ton për depozitimin e mbetjeve urbane, por duket se kryerja e pagesave të majme për kompaninë Integrated Energy që është nën sekuestro nga SPAK nuk do të ndalet. Vetëm pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama firmosi shtyrjen e afateve të lejes së ndërtimit për inceneratorin e Sharrës. Konkretisht, vendimi është marrë më 30 mars të këtij viti, ku në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit, Rama ka miratuar vendimin numër 32 me objekt shtyrjen e afatit të lejes për objektin ndërtimi landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi vend depozitimeve ekzistuese faza e parë, e cila është miratuar paraprakisht më maj 2019. Për momentin është e paqartë se cili është qëllimi i shtyrjes së lejes së ndërtimit të inceneratorit. Megjithatë, ky vendim ngret dyshime se qeveria, edhe pse është kapur në flagrancë me abuzimin prej 100 milion eurosh të inceneratorit të Tiranës, po tenton të shtyjë edhe më tej projektin e djegësit. Deri më sot, vetëm Bashkitë e Qarku Tiranë kanë paguar plot 9.6 miliard lekë për djegësin e Tiranës, apo më shumë se 100 milion euro. Pa llogaritur këtu edhe 10 milion euro të tjera që kompania Integrated Energy ka marrë nga subjektet private në kryeqytet, të cilat kanë depozituar dherat e gropave të pallateve në landfillin e Sharrës. Afera e djegësit të Tiranës vijon të jetë në SPAK, por ende nuk është finalizuar.